Babai im i ndjer ka humbur jetën në 1 janar 2021. E vranë me protokollet e Covidit në spital. Para 1 javë gjysmë ka ardhur një vendim nga prokuroria e Tiranës për babai. Para 1 javë gjysmë? Po. Babai im ka humbur jetën në vitin 2021. Po. 1 janar. Më ka ardhur një vendim për pushim çështjet kallëzimit që kishte bërë babai im në vitin 2018, që i kishin vjedhur bicikletën. Mifa, një bicikletë nga ato të viteve 50 që e kishte dhënë vllai në Itali. Babai im kishte bërë një kallëzim në vitin 2019, a 18. Këta u kujtuan para 1 javë gjysmë, më sjellën mua pushimin e çështjes. E di çfarë fshihet këtu. E vetëm mënyrë që ti të zbulosh një kallëzim babait tim në vitin 2019, që ka ngelur pa mbyllur si çështje, është kur ti kërkon në databazat e prokurorisë emrin tim. E kuptove logjikën. Janë futur me kuçe me maç të gjejnë historinë time penale me prokurorin. Po kush e bën këtë në fushat? Para kundërshtare. Ç'pun ka prokuroria me mua? Më kuptoj logjikën. Ç'pun kanë ata të gjejnë emrin Altin Goxhaj dhe u ka dalë Altin Enver Goxhaj. U ka dalë emri babait tim. Dhe ata në mënyrë si thosh idiote e kanë mbyllur çështjen me urgjencë sepse duhet të mbyllë një çështje apo jo. Po. Po s'kishin për ta zbuluar që ekzistonte, po të mos kishin kërkuar për emrin tim. Pra, në këtë rast ne kemi një pyetje që do të çojmë prokurorisë. Si e zbuluat ju që babai im në 2019 pas ka bërë kallëzim penal që i ka vjedhur bicikletën? Si e zbuluat 2024, 2025? Pa ç'ndodhi në 2025 që ju kujtuat që se kishin mbyllur këtë çështje? Sepse ju keni kërkuar emrin tim. Kush ka arsye të kërkoj emrin tim në prokurori në këtë periudhë? Në këtë periudhë kohe, sepse vendimi ishte i para 1 muaji. Ishte para 3 javësh. Që më kishte ardhur para 1 javë gjysmë. Pra pyetja është, ç'patën këta që zbuluan emrin e babait tim prokurori, që pas ka bërë një kallëzim në vitin 2019, sepse kanë kërkuar emrin tim, ndryshe. Po për çfarë kanë kërkuar avokat emrin tënd? Duan të gjejnë çfarë? Unë Se ti dëshminë e penalitetit e ke Ajo ishte përgjigje. Ajo ishte përgjigje. Përgjigjja ime është që këta 20 vjet u përpoqën të më pengonin ligjërisht të kemi jetë normale. Dhe nuk kanë lënë gjykat penale, gjykat civile, gjykat administrative, nuk kanë lënë prokurori, polici, inspektorat, polici bashkiake, drejtorinë e pastrimit parave, pa na sulmuar, pa i përdorur kundër nesh. Kundër teje se. Okej. Po unë kam përfaqësuar grupin e Antisorës Shqipëri. 36 çështje. 36 çështje. Dëshmia si ishte? Pa dënuar. Pra, Rama, 20 vjet u përpoq të më pengonte, në fund fare unë ja fitova të gjitha çështjet përderisa kam një dëshmi penaliteti, sa kam shkuar në polici, sa është fut prokuroria në lojë. Asnjë herë nuk guxuan dot të çojnë një procedim penal deri në fund gjykat për mua. Nuk guxuan dot sepse unë kam përzuar gjatë kohës së time të gjitha. Si ishin të gjitha të palishme. Domethënë kur kam shkuar në gjykat, nuk kam shkuar dot kurr i kçuar nga prokuroria, se prokuroria s'ka guxuar kurr ta çojë çështën deri në gjykat për shkak se gjatë hetimit unë kam ditur t'ia urxoj. Problemi qëndron që këtë që kanë bërë me babain tim, që babai im i ndjer është varreza. Ata mi sillin përgjigje babait tim mas 6 vjetësh që ai ka ndruar jetë, për t'i thënë që pushuam çështjen e kallëzimit tënd, tregon qartë se ky sistem është një armë politike në duart e një pushteti dhe ai prokuror që ka bërë këtë gjë do mbaj përgjegjësi për treguar ç'ne i vajtin mend për të mbyllur çështjen e babait tim para 6 vjetësh. Si i doli atit në sy kjo gjë? Kush i tha atit që ta gjej këtë gjë dhe si u gjet zbulua kjo gjë? Kjo tregon që prokuroria po përdoret për qëllime politike, apo? Po si prokuroria s'do të merret, apo? Do të merret punë vetë, jo punë politikës, jo të fushatës. Pse s'u kujtuan para 6 muaj që unë s'isha në fushatë? Po pikërisht kur doli emri me parti, që po regjistrohemi zgjedhje, ata u kujtuan për një gjë tjetër.